komunat kanë numër të madh problemeve. Do të thotë dhe është edhe natyrshme të kenë komunat probleme, është natyrshme të kenë komunitetet, lokalitetet probleme, sepse mund të kenë probleme edhe në Suedi, edhe në Norvegji. Nuk është ta zonë tragjike kjo. Tragjike për mu është që komunat po hynë gjithnjë ma shumë në obligime financiare, të cilat pastaj do t'i trashëgoj mandati i ardhshëm. Nëse një kryetari komunës e merr ta zonë komunën në gjendje kur i ka 80 milion euro detyrime, atëherë... Si që është rasti i komunës Prishtinës? Si që është rasti të Prishtina. Mbi 80 milion ka borxhe? Mbi 80 milion euro do thotë është shumë e borxheve në Prishtinë, por edhe në komuna tjera do thotë është 208 milion euro është borxhi që këtë komunat e kanë ndaj palëve tjera. Dhe ky borxh nuk tjetërsohet ose nuk largohet me ardhjen e një mandati të ri përkatësisht një kryetari të ri. Ai vazhdon të vlej njësoj. Kushtimisht po thoni që komunat janë zhytura në borxhe. Një pjesë e konsiderueshme tyne po. Dhe kjo do të pamundësoj mandatit të ardhshëm kryetarëve të ri potencial që të bëjnë diçka konkrete në komunat e tyre për shkak që do të detyrohen vetëm të shndrohen në mekanizëm administrativ. Du ta sqarojmë për qytetarët si është krijuar ky borxh? Kujt i kanë komunat borxh? Kush i krijon këto borxhe? Janë disa forme të borxheve nëpër komuna. E para quhen kontingjenca, obligimet kontingjente. Dhe janë edhe obligimet e papaguara. Obligimet kontingjente janë obligimet të cilat palët e jashtme pretendojnë që e kanë një dëm financiar nga komuna, e përrjedhoj atë dëm financiar e kërkojnë si kompenzim nëpërmjet gjykatës. Pra, rreth 80 milion euro për marrim shembull Prishtinën, sepse 208 milion janë këtë komunat e Kosovës, 80 milion euro është shuma që palët e jashtme pretendojnë që i kanë dëm ose komuna u ka borxh atyre. Pastaj kjo është procedurë gjyqësore, është vendim gjykate që e vërteton nëse një pohem aludimi i tillë qëndron ose jo. Zakonisht, nga e kalume këto kanë dalë të jenë të bazuara. Pra jo çështje futuristike, por çështje të bazuara. Qoftë lidhen me obligime që kanë bëjmë me paga, shërbime, investime, shpronësime, dame tjera kolaterale, aksidente, kështu me radhë. Pra dhe niveli i obligimeve që në këtë rast e Prishtina është 80 milion. Kine parasysh edhe një fakt tjetër. Të zonë, një qytetar në Dragash ka pësu aksident. Dhe në atë lokalitet e ka konstatu që nuk ka pasur dhe thëtë shenja të vendosura për shpejtësinë e lejuar. Dhe ai ka pretendu që dami që ju ka bë ati dhe rreziku që ju ka ekspozu ati ka vlerën e 1 milion euro. Dhe ka parashtru kërkesë për kompenzim në vlerë për 1 milion euro. Pra, çka po du të them është që udhëhec lokal, komunal, duhet të jenë shumë të përgjegjshëm e shumë efikas në teren, por mos të lënë hapësirë që pastaj të domin ta vuaj buxheti publik dhe qytetarin fonditës. Ka edhe një lloj tjetër të borxhit, se po dua ta përmendim edhe këtë borxhin që qytetarët po arrin ta nxjerrin përmes përmbarimit. Pra me çështje përmbarimore, shpenzimet thoni te analiza juaj që në disa raste, në disa komuna, te i kalojnë edhe buxhetin e investimeve kapitale. Pra, në disa raste, më shumë kanë borxhe ndaj çështjeve përmbarimore që kanë me qytetarët, sesa që kanë buxhet për investime kapitale. Në këto raste, çka sakrifikojnë komunat, kur detyrohen t'i paguajnë përmes përmbaruesit? Analiza që kemi nxjerrur para pak ditësh tregon që komunat në 2024 një numër i konsiderueshëm i komunave, madje komunave të mëdha, ma shumë kanë bërë shpenzime për vendime përmbarimore gjyqësore, sesa që kanë pas investime kapitale. Kjo është e para. Një numër i madh i komunave tjera, ma shumë kanë pas shpenzime përmbarimore gjyqësore sesa të hyrave tanake, totalit hyrave tanake. Dhe kështu me radhë. Pra, kjo është një gjendje e cila lën me kuptu që komunat po i ekspozohen një lloj falimentimi funksional, sepse natyrisht kuptohet ligjet në fuqi nuk e lejojnë falimentimin real.
por mund të ekspozohet komuna falimentimit funksional. E kena në kupton që komuna e ka të pamundshme për të kryer shërbime dhe për të bërë investime, sepse parati shkojnë në rrjedh tjetër. Ndërkaq planifikimi i buxhetit bëhet krejt në një formë tjetër. Dhe për këtë janë ankuar jo pak komunat. Në shumë raste kemi dëgjuar deklarata në media nga ata që flasin në emër të komunave. Kemi dëgjuar edhe akuza në nivel të qeverisë se është niveli qendror ai që po ja krijon këto probleme. Me disa vendime, pra në nivelin qendror, borxhet po i shlyejnë komunat. Këtë vendimet i ka marrë niveli qendror. Por të bëhemi korrekt, jo mandati aktual i qeverisë. Në 2018 është vendimi. Ka qenë viti 2017 i kontratës kolektive në arsim dhe i viti 2021 kontrata kolektive në arsim dhe ka qenë viti 2015 kontrata kolektive në shëndetësi dhe 2018 kontrata kolektive në shëndetësi dhe ka qenë viti 2008 qeverisë thaqe që ka marrë një vendim për kompenzim të gjithë mësimdhënësve dhe bazuar në kualifikim. Pra, vendimi i 2008-s thotë që të gjithë mësimdhënësit e Republikës Kosovës duhet paguar edhe bazuar në kualifikim përveç pagës bazë. Dhe çfarë ka ndodhur është që në vitin 2023, 3 mësimdhënës të Kosovës e kanë marrë atë vendim 2008-s dhe e kanë çuar në Gjykatën Supreme. Dhe e kanë pyetur Gjykatën Supreme nëse ky vendim është valid ose jo. Dhe Gjykata Supreme u ka kthyer përgjigje po. Ky është vendim valid. Dhe tani bazuar në këtë validim që ka bërë Gjykata Supreme këtij vendimi, me një fjalë. Po dërgojnë 10 raste përmbarimore mësimdhënës në përgjykata. Dhe gjykatat po vendosin për kualifikim, përveç domethënë shujtave, pagave jubilare, pagave suplementare, transportit, inflacionit, e kështu me radhë. Plus taksën e përmbarimit, pra buxheti po dëmtohet shumë më tepër. Mendoni se me një vendim politik në nivel qendror do t'ulej e gjithë kostoja, sepse me që kanë fituar ata 3 mësimdhënës e qartë që gjithë do ta kenë të drejtë. Para ligjit janë gjithë të barabartë. Po të vendosej nivel qendror me vendim politik ndryshe, sa do të ishte më e vogël barra e peshës financiare? Vetëm në shkurt të këtij viti, Ministrisë Financave i kanë shkuar 38 milion euro vendime gjyqësore përmbarimore për ekzekutim. Vetëm në shkurt të këtij viti, muajin shkurt këtij viti. 38 milion euro kanë shkuar. 28 milion euro ju dedikohen mësimdhënësve, 10 milion euro ju shkojnë përmbaruesve. Pra, 10 milion euro ju shkojnë përmbaruesve. Kanë fituar përmbaruesit? Po kanë fituar përmbaruesit vetëm në muajin shkurt nga vendimet përmbarimore gjyqësore. Dhe Ministri i Financave Hekoran Murati del e bën një reagim dhe thotë që kjo gjendje është serioze dhe është e shkaktuar nga qeveritë e kaluara, që është e saktë, është e vërtetë, dhe është e shkaktuar në fushatat zgjedhore ose në prag të fushatave zgjedhore, që edhe kjo është e saktë dhe e vërtetë. Dhe kërkon nga prokuroria që të ndërmarr hapa për të ndëshkuar ata që kanë bërë një gjendje të tillë ose kanë krijuar një gjendje të tillë. Ne si institut, në analizën që kemi bërë, nuk e kemi ftuar prokurorinë, por e kemi ftuar ministrinë që të bëjë zgjidhje. Dhe unë me gjykoj që edhe ministria, si do të bënte zgjidhje? Edhe ministria mund të bëjë zgjidhje, përkatësisht qeveria e Kosovës. Jo, nuk ka nevojë të ndryshohet asnjë ligj, sepse pasojat janë krijuar. Gjykatat nuk nxjerrin vendime për ato që janë, sepse kontrata kolektive në arsim dhe shëndetësi ka shfuqizuar qeveria e Kosovës. Ka shfuqizuar në vitin 2023. Dhe pas vitit 2023 mo asnjë vendim nuk vlen, përkatësisht nuk përdhan më pasoja kontrata kolektive, sepse ato e ka shfuqizuar. Por deri në vitin 2023 ka vlerë kjo kontratë, kanë vlerë këto kontrata kolektive, por rrjedhoi dhe pasojat janë krijuar. Çka mund të bëjë qeveria e Kosovës, ose çka duhet të bëjë qeveria e Kosovës është krijimi i një fondi buxhetor në vlerë të azon prej 100 milion eurove dhe t'i thot Ministrisë Financave përkatësisht thesarit se gjitha rastet përmbarimore gjyqësore që vijnë nga këto burime që janë shkaktuar, parat merren nga ky fond dhe jo nga komunat e Kosovës. Dhe jo me përmbarues. Dhe këto mund ta bëj. Po edhe mund të shkoj edhe në forma tjera që të shmangët forma e përmbarimit, përkatësisht të shkohet në formën e negocimit. Por a do ta preferonin këtë mësimdhënësit, nuk e di. Kam dyshimet e mia për shkak të faktorëve të ndryshëm këtë drejtim, por Instituti GAP ka ofruar një numër
rekomandimesh e sugjerimesh se si të dilet nga kjo situatë, për shkak të mos konstituimit të Kuvendit Kosovës e përjelluaj as qeverisë, ne nuk kemi mujtur këto rekomandime të dërgojmë akoma tek vendimarrësit, por besoj që në periudhën e parë pas konstituimit të institucioneve, ne edhe të gjeturat, edhe rekomandimet do t'i çojmë në adresën e tyre. Po tani do të flasim pak edhe për disa